Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë dhe për të komentuar ngjarjet më të fundit. Louise Haley është lajmi i parë, në fakt kanë vërshuar portalet përsëri me tituj gjigant për një gjë të bukur tashmë tek Luizi. Ndryshe nga herët e kaluara që do me thënë e akuzonin Luizin, shpifnin për Luizin duke mos patur asnjë fakt për faktin përse Luizi ka qenë në polici, këtë herë portalet janë treguar pak më të ëmbël me Luizin, do me thënë çdo medalje ka dy anë. Pa Luizin nuk bëhet dot gjë. Louise Haley së fundmi e keni parë në Instagram, konkretisht në Instagramin e Kiarës, është ndarë një video ku Luizi ka qenë në një fest. Kanë qenë së bashku me Kiarën në një ambient, mos futemi në detajet të festës, do me thënë ishte një vend shumë i bukur, ishte një ambient fantastik që Luizit edhe Kiarës i ka dhuruar një emocion të papar dhe e kanë shijuar momentin e tyre, do me thënë janë kënaqur në këtë moment. Por këndoheshte kënga Kush ka vajza botën ka, një këngë që është bërë hit më tash nga e madhja Irma Libova, dhe Luizi me patjetër që do provokon pak. Luizi e tha që janë në pritje të gocës së dytë. Në fakt do të ishim shumë të lumtur në qoftë se ky lajm do të ishte i vërtetë, edhe pse në fakt përflitet. Mua nuk më duket diçka e çuditshme, derisa Luizi dhe Kiara janë një familje, janë një çift, me patjetër që ato do të bëjmë plane për fëmijën e ardhshëm, do të bëjmë plane për jetën e tyre, do të bëjmë plane për ato momentet e bukura që i presin, dhe unë uroj me zemër që fëmia e ardhshëm të vi sa më shpejt, por atë hymër e bën Zoti, nuk e bën njeriu, por njeriu gjithmonë, do të thënë, jetën e bën në planifikime, e bën në plane. Luizi edhe Kiara janë bërë temë e portaleve për këtë gjë. Tani, shumica më kanë pyetur Tiranë çfarë po ndodh. Nga informacioni që kam unë, do me thënë, nuk rezulton që të jetë ky si lajm i vërtet. Është një shaka që Luizi e ka bërë duke u argëtuar, Kiara gjasme u habit, por do me thënë ishte thjesht një humor. Do t'isha shumë i lumtur në qoftë se Luizi dhe Kiara do të kishin një fëmijë, por nga ajo që unë di dhe nga ajo që unë kam arritur të kuptoj, Luizi e ka përmendur edhe disa herë, por edhe Kiara e ka përmendur disa herë në për të gjitha intervista që ka qenë, që dëshira është shumë e madhe që ato të kenë edhe një fëmijë tjetër. Luizi edhe në Big Brother ka treguar që ka një lidhshmëri shumë të fortë me fëmijët, është emocionalisht shumë i lidhur me fëmijët, dhe për Luizin edhe sikur 20 fëmijë po t'i bënte nuk do të kishte gjë të keqe, përkundrazi do të ishte i lumtur dhe shumë i gëzuar dhe i bekuar, por këtë gjë siç duket çifti ja ka lënë Zotit, kur të vendos Zoti, por në planet e afërta, ndryshe nga emisioni, nga këngët, përditshmëria, punët, Luizi dhe Kiara siç duket kanë në plan që të shtojnë familjen e tyre, dhe unë me thënë drejtën me zemër i pres që familja të shtohet.